dhe hajdeni të krijojmë të punojmë për Shqipërinë. Largohuni, po ju them prapë se do jetë vonë, nuk do keni mundësi më pasaj të afroheni në shtet dhe në pushtet të Shqipërisë. Mendoni që mund t'i dalë ndonjë nga kjo 50 që e sigurt e listës kundër? Njëra jo lista është e paqënë. Dhe zgjedhjet janë të paqëna. Si kundër e shikonin, zgjedhjet nuk i njeh Amerika, nuk po shprehet Amerika, nuk do t'i njohë Amerika, dhe përpasoj zgjedhjet janë të paligjshme. Këto janë zgjedhje më të ndyra se ato të 96-s që bëri Sali Berisha që i rrahun pazar. Këto nuk janë zgjedhje, këto janë luftë për pushtet, është tjetër gjë lufta për të bërë shtetin dhe tjetër gjë lufta për pushtet. Këta të tërë janë bandit, hajdut, gangster, vrasës, kriminal që luftojnë për të marrë pushtetin për të vjedhur. Për këtë kanë bërë 32 vjetë, që të dyja këto tash i kryetore dy parti, si në fakt është një parti është, parti e punës. Po, edhe fakti, avokati, bën përshtypje që ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, ju mbani mend të keni kaluar shumë se unë, ka një qetësi, një heshtje që nuk i shkon realitetit shqiptar. Kjo ndoshta shpjegon dhe indrikat pas? Kjo është një heshtje që flet, është një heshtje ulëritëse për ata që kanë veç të dëgjojnë. Sepse nuk kanë bërë zgjedhje, nuk kanë marrë pushtet, nuk kanë marrë mandate, nuk do quhen zgjedhje, pik. Avokat, po përsa i përket Shteteve të Bashkuara, ju qëndroni që nuk i njeh këto zgjedhje? Me 99.999% mendoj që nuk do t'i njoh. Megjithatë, në politikë s'ka asgjë të garantuar. Pra edhe vonesa mesazhi, me vonesën ka një mesazh brenda. Kjo heshtja. Po është me zotri, ju e dini shumë mirë që në 2021-shin ambasadori amerikani me njerë njoftoi fitoren e Partisë Socialiste me 74 deputet. Jemi dakord kështu pa u numëruar votat akoma. E mbani mend. Atëre, pse tani hesht ambasada amerikane? Pse nuk flet? Kjo heshtje i ka brenda të tëre. Ndërkohë që ambasada, Shtetet e Bashkuara kanë pritur një delegacion ambasadën Tiranë nga SBA-e që ka ardhur edhe i ka lënë porosi qarta takoj kupolën e organeve ligjvatuese, SPAK-u, policia, AMP-ja, duke u dhënë udhëzime qarta që zhdukni kartelet. Tani kjo përveç mesazhit qartë, ultimatumit, na tregoi që pas kemi dhe kartelet tonat këtu, se deri tani kemi folur për grupe kriminale organizuara, po që ka lart puna. Është një përcaktim shumë i saktë që kanë bërë amerikanët lidhur me situatën këtu. Kartele janë të dy partit, kanë kartelet e tyre, grupet e tyre kriminale, se kriminalët kanë grupe kriminale. Kriminalët bëjnë vjedhjen e votave, kriminalët bëjnë tjetërsimin e votave, kriminalët bëjnë vjedhjen e pasurisë. Ore, e kuptoni që këta kriminalë po shpërngulin shqiptarin tiki nga vendlindja e tij. Është çat besuar shqiptari që në 1945-46 kur Enver Hoxha i shpronësoi. Që atëherë ka filluar shpronësimi dhe kthimi i shqiptarëve nga shqiptar autokton në Shqipëri në refugjat pa pronë në Shqipëri. E kuptoni që na kanë bërë, krimet e këtyre nuk kanë fund zotri. Ne mezi presim që Amerika të veprojë. Dhe me sa di unë, me sa kuptoj unë,